Al-Baghawi rahimahullah thot: "Law kana al-kalamu ilman latakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un kama takallamu fi al-ahkam." Thot Baghawiu, i cili është mufesir i njohur, pra komentues i njohur i Kuranit prej gjeneratave të para të muslimanëve, thot: sikur të ishte, thot, apologetika, sikur të ishte fjala dhe folja për këtë fe me filozofi prej fesë, thot, të parët që do ta bënin këtë, thot, do të ishin sahabët dhe pasuesit e tyre. Mirë po, thot, apologetika është diçka e kotë dhe të dërgon në vepra të kota. Pra, përderisa sahabët në sqarimin e fesë së tyre janë përmbajtur Kur'anit dhe Sunetit dhe nuk kanë shtuar diçka jashtë kësaj, atëherë pra dije se këto gjërat jashtë saj nuk janë, thot, prej fesë. Është për qëllim apologetika, gjithsesi referimi ndaj filozofisë greke për ta mësuar fen tonë, sepse feja jonë është e përsosur, nuk ka nevojë pra për diçka të tillë.